Jemi përsëri së bashku shikues të Blu, takohemi pas një pauze të shkurtër dhe mbi të gjitha pas përfundimit të procesit të votimit. Ora zyrtare ka shënuar 18 mbylljen e të gjithë popullit në 5 bashkit dhe qarqet e rëndësishme të Beratit, Matit, Cëriku, Tepelenës dhe Vlorës, të cilët kanë shprehur vullnetin dhe ndërgjegjen qytetare nëpërmjet votës. Do të jemi në lidhje të momentit me gazetarin Elton Nika, i cili do të na përcjell edhe momentin e transferimit dhe shoqërimit të kutive të votimit në KZ-t përkatëse. Elton, përshëndetje sërish. Përshëndetje Viola, ndodhemi pikërisht në Komisionin Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve numër 85, i vendosur pranë pallatit, pranë shkollës Ali Demi, më falni, aty ku ka nisur tashmë edhe dorëzimi i kutive nga gjitha qendrat e votimit. Procesi në këtë KZZ i votimit është mbyllur në orën 18 dhe tani ka nisur dorëzimi i të gjitha kutive. KZZ-ja 85 ka 52 qendra votimi dhe përfshin rajonin 1 në qytetin e Vlorës, një pjesë të rajonit 2 dhe 2 qendra votimi nga rajoni 3. Janë dorëzuar tashmë nga jo çfarë kemi parë edhe 5 kutit e para, ndërkohë që në radhë presin edhe komisionerët e tjerë për të krijuar dhe për të dorëzuar pikërisht kutit e votimit dhe për të nisur më pas edhe procesin e numërimit të votave, i cili mendohet të nisë diku rreth orës 23 të mbrëmjes së sotme, kjo në varësi të dorëzimit të gjitha kutive të qendrave të votimit dhe më pas mbritjes së komisionerëve dhe të numëruesve dhe për nisur më pas edhe procesin e numërimit të votave. Nga informacionet që kam, Viola, ka nisur dorëzimi i kutive në të gjitha KZ e Bashkisë së Vlorës, jo vetëm në KZ-n 85 ku ndodhem aktualisht pranë gjimnazit Ali Demi, por edhe në KZ-n 86 dhe 87, këto dyja të vendosura pranë pallatit të sportit, dhe në KZ-n 84, e cila ka në administrim të gjitha njësitë administrative të Bashkisë së Vlorës. Në total janë 231 qendra votimi, pra 231 kuti të cilat do të numërohen për të përcaktuar dhe për të vendosur më pas se kush do të drejtojë Bashkinë e Vlorës pas ditës së sotme. Të themi të kemi një përllogaritje të afërt, mund të kemi një rezultat të mundshëm brenda ditës së nesërme, brenda ditës së hënë, Elton? Nga jo çfarë kemi folur, të paktën edhe me Komisionet Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve, mendohet që të nisë pra numërimit diku rreth orës 23, duke shpresuar se jo që në varësi të dorëzimit të kutive që të nisë ndoshta edhe më shpejt, ndërsa shpresohet që numërimi të përfundojë sa më shpejt. Kam përshtypjen, Viola, që duke parë momentin që fakti ajo kuti gjithë qendrat e votimit janë mbyllur në orën 18 dhe ka nisur tashmë dorëzimi i kutive të votimit, do të mbyllet ndoshta procesi i votimit qysh ditën e nesërme dhe do të kemi padyshim një rezultat, unë besoj që do të kemi brenda ditës së hënë një rezultat paraprak dhe me gjitha të përfunduar të procesit të numërimit për kryetarin e ri të Bashkisë së Vlorës. Elton, e di që do jetë punë e vështirë në vazhdim se do të jesh në ndjekje të procesit të numërimit, ne do të jemi sërish së bashku ndoshta momente më vonë të përshëndes dhe të falenderoj përsërisht. Jo vetëm kolegu Elton Nika, por edhe kolegët e tjerë, në Ecuri do të jenë në ndjekje të procesit të numërimit të votave. Duhet përmendur se në këtë proces votimi të zgjedhjeve të pjeshme në të paktën në qarkun e Vlorës për Bashkinë e Madhe të Vlorës kanë qenë në mbështetje dhe aleat e 265 efektiv të policisë nga drejtoria e policisë të qarkut të Vlorë, të cilët i kanë marrë në dorëzim që prej ditës së shtunë të gjitha materialet të themi zgjedhore, po ashtu dhe qendrat e votimit, do të vazhdojnë të jenë koherent dhe transparent edhe në procesin e numërimit, ashtu siç janë marrë edhe në ndërgjegje të planit të masave nga drejtoria e policisë qarku të Vlorë, por duke qëndruar jashtë ambienteve të komisioneve zonale. Duhet të ripërmendur se kemi të paktën të dhëna nga KQZ-ja deri në orën 18, ku pjesëmarrja në 5 bashki, por duke do ta theksojmë dhe specifikojmë Bashkinë e Vlorës, janë raportuar 193 nga 231 qendra votimi.
Pra në total, nga 231 eri theksoj qendra votimi pjesëmarrëse në këto zgjedhje të pjeshme të 9 nëntorit, raportuar deri në këto momente 193, ku kanë votuar plot 18.111.000 zgjedhës, nga totali i parashikuar 144.420 zgjedhës në listat e qendrave të votimit të raportuara deri më tani. Pra, në qoftë se kemi një përllogaritje në përqindje, pjesëmarrja, të themi, me ndikimin më negativ apo me reze më të shuar të dritës, ka qenë fatkeqësisht Bashkia e Vlorës me një pjesëmarrje të ulët dhe për të dëshiruar që shkon në 18.4%. Në qoftë se do të bëjmë edhe një prezantim të bashkive të 4 bashkive të tjera të cilat kanë qenë në këtë garë për kryetarin dhe kryetaren e partisë e drejtimit të bashkive përkatëse të Beratit, të Cërikut, të Pelenës, Vlorës, gjithashtu do të ndalesha pikërisht tek bashkia e Beratit, për të marrë edhe të dhëna të përgjithshme, ku janë raportuar 95 nga 116 qendra votimi, me një pjesëmarrje 13.492. Ky është qarku i Beratit, me një përqindje 19.8. Bëjmë një analizë të bashkisë Cërikutit, ku në këto zgjedhje të pjeshme ka qenë surprizuese me pjesëmarrje 24.8 në rendimentin e pjesëmarrjes, raportuar nga 57 qendra votimi në 48 qendra votimi, përkthyer në listë votuesish plot 8.108 votues nga totali 32.000 persona në listat emërore. Do të shkojmë te Bashkia e Matit, ku Bashkia e Matit rezulton me pjesëmarrjen më të lartë dhe më aktive në këto zgjedhje të pjeshme, me plot 39.2 pjesëmarrje të listave votuese. Raportuar nga KQZ-ja, deri në momentet e orës 18 pra të mbylljes së procesit të votimit, nga 47 qendra votimi rezultojnë 34 të raportuar, përkthyer pra në persona të cilët kanë shkundur votën e tyre, ta themi në gjuhën tonë, e për të kuptuar që ka qenë drejtë e tyre për të organizuar e menaxhuar vendimarrjen lokale në Bashkinë e Matit, plot 8.270 persona. Do të shkojmë tek Tepelena. Jo keq dhe rezultati i Tepelenës, ku 34.6% nga 21 qendra votimi kemi të raportuar 13, përkthyer në shifra dhe në persona real të cilët kanë dhënë të drejtën e tyre, kanë përdorur të drejtën e tyre votuese në 2.488 persona. Rikthehemi përsëri tek diskutimi apo tek ajo që jo vetëm popullin vlonjat, por të gjithë neve na ka shqetësuar në rendimentin e pjesëmarrjes. Vlora me pjesëmarrjen më të ulët. Për të diskutuar në lidhje me këtë tematik, për arsyet, situatën politike, a ka pasur skema të partive politike të cilat na kanë treguar shenja për zgjedhjet e ardhshme, bashkë me Hariun, kolegun gazetar, do të diskutojmë në studio për një pasqyrim të përgjithshëm. Të përshëndes dhe të falenderoj që jeni me ne. Përshëndetje Viola. Ju uroj dhe ju uroj sukses dhe sigurisht komplimentoj për punën që keni bërë sot për të ndjekur në vimësi, në vazhdimësi gjitha dinamikat e zgjedhjeve sot. Pra zgjedhjet e 9 nëntorit, zgjedhjet e pjeshme, të cilat sigurisht i kanë atë peshën e tyre sepse kanë të bëjnë me atë që do drejtoj qytetin për pjesën e mbetur të mandatit. Hariua, si e vlerësoni mbarvajtjen e procesit zgjedhor të këtyre zgjedhjeve të pjeshme? Së pari, ajo që bie në sy është fakti që situata në cilat u zhvilluan, zgjedhja ishte një situatë e qetë, pra një ditë e qetë, relativisht e qetë, që tregon që vlonjatët në këtë drejtim pra janë qytetarë në sensin më të plot të kësaj fjale, në sensin më të mirë, dhe që përcollëm këtë ditë me maturi dhe me gjithë dimensionin që duhet përcjellet kjo ditë, ky moment i rëndësishëm në jetën e qytetit, në jetën e tyre, në atë pjesë ku ka të bëjë pra me të ardhmen e të gjithë qytetarëve, por jo vetëm.
Vlora sigurisht është një qytet mjaft i rëndësishëm në gjeografinë politike, administrative, ekonomike, sociale të vendit dhe zhvillimet në këtë qytet, pra qytetin ton, përcillen me mjaft interes nga gjithë vendi, por madje edhe më gjerë, sepse Vlora realisht ka treguar në histori që vendos. Pra Vlora është një lloj indikacioni për të përcjell, për të kuptuar mesazhe, për të përcjell realitetin, për të përcjell ato dimensione të cilat gjithsekush prej nesh i pret. Pra është një lloj indikatori prej të cilit ne mësojmë shumë, pra nxjerrim përfundime të rëndësishme. Unë fakt përpara se të hyj në atë pjesë që ka të bëjë me ditën e sotme, me ato karakteristikat që përcolli 9 nëntori, pra dita e zgjedhjeve të parakohshme të pjeshme vendore, pas dorëheqjes pak javë më parë të zotit Ermal Dreta, do të bëj një historik të shkurtër të zgjedhjeve lokale, sepse sot, pra 9 nëntori, në historinë e zgjedhjeve në Vlorë është shënon herën e dytë që zhvillohen zgjedhje të parakohshme. Nëse nisemi nga historiku i 35 viteve, kam parasysh që zgjedhjet e para u zhvilluan në 26 korrik të vitit 1992. Pas kësaj kemi zgjedhjet e zhvilluara në 20 tetor të vitit 1996, pra po flas për zgjedhjet vendore, të cilat u pasuan me dorëheqjen e kryetarit të zgjedhur të asaj kohe, zoti Gzim Zilja, gjë që shënoi një periudhë e cila është në fakt periudha vakum në aspektin konstitucional, sepse u deshi për herë të parë të arrijë në një zgjidhje, në një marrëveshje politike, që Bashkia e Vlorës të drejtohej nga 2 bashkëkryetarë përfaqësues të respektiv të forcave më të mëdha politike, pra Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Ndërkohë që vijmë pastaj në qershor të vitit 1998, që është edhe momenti i parë që shënon pra zgjedhjet e parakohshme në Vlorë, në historikun e zgjedhjeve në Vlorë. Ndërkohë që më mbrapa, pra kemi zgjedhjet e nëntorit të vitit 2000, pastaj po ashtu në nëntor të vitit 2003, kemi në 18 shkurt të vitit 2007, për të ardhur pastaj tek zgjedhjet e majit të vitit 2011, që u pasua me zgjedhjet e qershorit të vitit 2015, ato prapë qershorit të vitit 2019 dhe 14 majit të vitit 2023, për të ardhur sot, pra vetëm 2 vite e pak pas këtyre zgjedhjeve vendore, ku ne shkojmë sërish si qytetar, pra këtu në Vlorë shkojmë për herë të dytë në historinë e zgjedhjeve vendore në Vlorë, në mesin e mandatit për të zgjedhur kryetarin që do drejtojë qytetin për periudhën e mbetur të këtij mandati, pra që i bie të jetë më pak se 2 vjet. Gjithsesi, pavarësisht këtij fakti që edhe ky ka atë peshën e vet në karakteristikat e ditës së sotme, po gjithsesi është një moment që u vlerësua nga të gjitha forcat politike, respektivisht ato që u bën pjesë e garës, me ngarkesën e dur për të përcjellë tek qytetarët atë që duhet, pra mesazhi duhet që kjo ditë të jetë pronë e gjithë qytetarëve, në moment i rëndësishëm i gjithë qytetarëve për të zgjedhur njeriu që do t'i drejtojë pra për këtë pjesë të mbetur të mandatit. Duke se është një mandat jo me ngarkesën e dur për shkak të pjesës, për shkak të hapësirës kohore, por që gjithsesi mund dhe merr atë rëndësinë e vet nëse do të gjykojmë pasaj nga ajo çka mund përcjellim pra rezultati i zgjedhjeve, pra i zgjedhjeve të ditës së sotme. Në fakt, gjëja tjetër që bie në sy me një vëzhgim, me një shikim të vertikal apo horizontal, pra të thjesht në atë që përbën pra
ditën e sotme ka të bëjë me shkallën e pjesëmarrjes, ka qenë një nivel pjesëmarrje mjaft i ulët që po ta shohim në historikun se jam kote pra parantez, historikun e zgjedhjeve vendore në Shqipëri dhe në Florë, pra është synon zgjedhjet me pjesëmarrjen më të ulët. Në fakt, Vlora nuk është dalluar përgjithsisht gjatë gjithë historisë së zgjedhjeve në Shqipëri, veçanërisht në zgjedhjet vendore, për pjesëmarrje të lartë, por gjithsesi kjo është një shifër, është një tregues që besoj që me atë nivel që është diku te 13%, mos gaboj, tregon pra që qytetarët përcjellin një mesazh i cili duhet lexohet nga forcat politike, pra duhet lexohet nga politika. Nuk e di Viola, jam rregull me zërin, me audion? Po, jeni i qartë, po. Pra, duhet lexohet, është një mesazh që duhet lexohet nga politika për ato për dimensionet që përmban në vetvete, për kuptimin që përcjell. Pavarësisht se duhen pranuar pra një sër elementesh të tjerë që kanë të bëjnë me faktin që ekziston, është një trendi jo vetëm në Shqipëri që ka pra që përgjithsisht interesi i qytetarëve në aspekte të caktuara ka një rënje, ashtu sikundër ka dhe faktor që unë i përmenda, siç është ai që ka të bëjë me faktin që janë zgjedhje të cilat zhvillohen jo në të gjitha bashkitë e vendit, por vetëm në 5 bashki të vendit, pra të cilat u dekretuan pak javë më parë nga presidenti i Republikës, dhe ndoshta kjo ka peshën e vet në atë që unë e lidha pra me nivelin me shkallën e pjesëmarrjes së votuesve në zgjedhjet e ditës së sotme, pra ato votues të cilët ju drejtuan kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre për të ushtruar vullnetin e tyre kushtetues në zgjedhjen në përcaktimin e kreut e kryeqytetarit të qytetit të Vlorës, por që gjithsesi, pra edhe një herë e ripërthit, shifra nuk justifikohet, ashtu sikundër dhe mjaft eksponent të politikës, por jo vetëm, sot duke u ndarë në këtë fakt, e kanë shprehur këtë shqetësim, sepse thash, duke ju drejtuar, duke ju i mësuar, specialisht duke ju drejtuar Vlorës, me atë ngarkesë që Vlora përcjell, me atë që unë e cilësova pra në fillim të këtij bashkëdhetimi, Vlora është pra një indikacion që flet dhe tregon në shumë aspekte kur bëhet fjala pra për momentet e zhvillimit të politikës, për momentet e zhvillimit të zgjedhjeve, pavarësisht se zgjedhjet e sotme janë zgjedhje administrative, por sikundër dhe është thënë edhe gjatë zhvillimit në gjitha ato edicionet e fundit të emisionit Fusion në televizionin Blu TV, pra ato kanë ngarkesën e tyre politikës, cilat në asnjë mënyrë pra nuk mund veçohen nga gjithë dimensioni i zhvillimit të zgjedhjeve administrative vendore. Gjithsesi, mundet dhe sigurisht që mund merret parasysh edhe fakti që kushtet e modit, por besoj se është dytësore kjo gjë, kushtet e modit pra kanë edhe ato kanë pasur ato peshën e tyre si faktor i pranishëm, pra funksional në atë që përbën shkallën e pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhjet e ditës së sotme, pra të 9 nëntorit. Por megjithatë, duke parë te ecurin dinamikën e zhvillimit të këtyre zgjedhjeve të procesit votimit sot në Vlorë, them që ishte një dinamik përgjithsisht nuk ishte luhatje, ishte një dinamik që u duk sikur kysh në fillim, pra do të merrej vesh, kuptoj ajo që do të vinte në fund, pra në 18:00 me shifrën përfundimtare të shkallës së pjesëmarrjes në zgjedhjet e sotme. Ndoshta unë të them se përveç asaj që theksova më sipër, pra është një mesazh për cilët elitës politike, politikës në përgjithësi, nga ana e zgjedhjeve, dhe të cilin këtë mesazh politika duhet ta lexoj qartë me gjithë atë dimensionin që ajo përcjell, por them se edhe arsyet edhe faktorët ansor nuk duhet të neglizhohen. Kam parasysh këtu edhe fakti që nëse fillimisht u tha që zgjedhjet e 9 nëntorit do të kishin si pikë reference bashkinë e kryeqytetit, pra ajo ishte një lloj ngarkese e cila sigurisht që kishte peshën e vet të pazëvendësueshme
në shkallë vendi, pra bëhej fjalë për 6 bashki ku më e rëndësishme ajo kryeqytetit do të ishte pjesë e procesit të votimit në zgjedhjet pra të pjesme vendore të ditës së sotme. Fakti që për shkak të masës së pezullimit që dha gjykata kushtetuese të mbas me vendimin e vet të datës së 31 pra 31 të javës kaluar, cili u komunikua pra për ankimimin që ishte bërë ndaj aktit pezullimit nga ana e tashmë kryetarit Bashkisë së Tiranës zotit Veliaj, pra me sa duket edhe kjo ka pasur atë peshën e vet në aty lidhej me interesin e qytetarëve, interesin e drejt për drejt qytetarëve për të bërë pjesë e votimit. Pra janë një sër faktorësh, të cilat mund të them që ndikuan në tërësi për atë që kemi tashmë të regjistruar, pra një fakt real, shkallën e ulët të pjesëmarrjes së qytetarëve të Vlorës. Por e them edhe një herë, e ritheksoj, ajo që lidhet me trendin e viteve të zgjedhjeve të fundit, qoftë në nivel qoftë dimensionit politik, por edhe atyre administrativ, sikur janë zgjedhjet vendore, pra që në Vlorë ose Vlora më saktë nuk ka qenë e dalluar përkundrazi, pra është përvijuar si një qytet, si qyteti ku përgjithsisht skalla e pjesëmarrjes së zgjedhjeve ka qenë relativisht i ulët, pra duke e lidhur me këtë fakt them se dhe shifra e ditës sotme, treguesi i ditës sotme është një tregues i cili nuk duhet na bëj ose nuk duhet na habisi, pavarësisht asaj që unë thash pak më lart. Pra pavarësisht asaj që lidhet me mesazhin e fortë që përcjellin qytetarët zonjat në tek elita politike në vend, e cila duhet ta marrë këtë mesazh, ta lexojë për në funksion të asaj që vjen më pas, pra me asaj çfarë do ndodhi, sepse vijnë shpejt zgjedhjet e tjera vendore administrative, pra më pak se 2 vite më pas, dhe sigurisht pavarësisht se në 11 maj kishim zgjedhjet politike, por zgjedhjet pasojnë shpejt njëra tjetrën. Përpara se mesazhi që të marrë politika për pjesëmarrjen e ulët, mos ndoshta kjo ka qenë, të themi, një strategji e komunitetit vlonjat për t'i treguar ndoshta qeverisë Rama, të themi, dhe jo vetëm, që Vlora ka privatësi, ka autonominë e vetë vendore, apo të themi që mund të dëshifrohet dhe të përkthehet edhe në një lodhje dhe indiferencë politike, apo nuk ishte dhe kohë e mjaftueshme, Arilla, e prezantimit të politikave dhe frymës së re të 3 kandidatëve në garë për zgjedhjet administrative të Vlorës. Mund të qëndrojë ndonjëra nga këto 3 zgjedhje? Unë e përmenda pra pak më sipër që ai mesazhi që qytetarët vlonjat i përcjellin elitës politike është pikërisht ai që ti përmende, pra dhe që elita politike, qoftë mazhoranca, qoftë opozita, duhet ta lexojë qartë këtë mesazh, sepse ka të bëjë me skallën e besimit, ka të bëjë me atë se sa masa e qytetarëve e zgjedhësve është e interesuar për të shndëruar zgjedhjet, jo vetëm ato vendore, në zgjidhje në një mënyrë për të përcaktuar në një mënyrë efektive, pra për të përcaktuar mekanizmin e nevojshëm drejt ritmeve, drejt integrimit, drejt standardeve të reja të zhvillimit. Pra ka të bëjë me raportin besim, shpërblim i këtij besimi në aspektin kushtetues. Pra, e thënë më qartë, nëse partitë politike do të dinin punonin më mirë, kam parasysh kjo është pjesa e dytë, pjesa pragmatiste, ose në vijim, pra duhet të gjejnë mekanizmet e duhur për të punuar me zgjedhësit respektivisht në pozitat e tyre, pra qoftë mazhoranca, qoftë opozita, të dinë të bëhen të besueshme në masën që duhet tek qytetarët, dhe sigurisht që edhe ritmi pastaj do të jetë ndryshe, dhe unë kam besim se kjo mund të arrihet. Por thash, pikë së pari të jetë vetë elita politike e cila në sytë dhe në përmendjen e qytetarëve, e zgjedhësve vlonjat, të jetë ajo që duhet marrë dhe merr në mënyrë të plotë dhe të drejtë për drejtë fatet politike dhe gjën rrugën dhe rrugët e duhura për të shkuar atje ku duhet të shkojmë. Në fakt, duhet ta pranojmë pra se veçanërisht gjatë javëve të fundit kemi një sër ngjarjesh të cilat realisht duhet të ishin shtëruar
në argumente besimi, në argumente të forta, të cilat duhet të çonin në atë mënyrë, në atë raport të drejt për drejt të zgjedhësve, në atë besim, në rritje e besimit të tyre për të bërë pjesë e këtyre momenteve të jashtëzakonshme që janë zgjedhjet si një mënyrë pra për të shprehur vullnetin e tyre kushtetues në rrugën në mënyrë se si duhet të ecë Shqipëria. E thash, zgjedhjet vendore nuk janë thjesht zgjedhje administrative. Kanë atë pjesën e pa diskutueshme, praninë e pa diskutueshme të pjesës politike, e cila është kaq e rëndësishme sepse janë zgjedhje me dimension të dyfish, pavarësisht se në ligj quhen thjesht zgjedhje administrative. Nëse në këtë rast, pra, unë ka pasur momente të tilla. Ti the Viola që ndoshta koha ishte e pakët, sigurisht që edhe koha ka atë pjesën e vet. Pas me ato faktorë që unë e përmendëm sipër, pra do zhvillohen pa nuk do zhvillohen zgjedhje në kryeqytet, por kemi edhe elementi tjetër, pra që kandidati i tretë si pjesëmarrës në garë u përcaktua, u saksua vetëm mos gaboj pra 10 ditë përpara 9 nëntorit. Pra janë një sër elementës të cilat kanë ngarkesën e tyre. Pra një kohë e cila është relativisht e pamjaftueshme që subjektet garruese në këtë moment, në këto zgjedhje vendore, qoftë subjekte politike, por edhe kandidat pavarur, siç është rasti i zotit Nika, pra Gjergj Nika, pra nuk e patën atë kohë të nevojshme, të mjaftueshme që të jo vetëm të ndiqnin motorat, por të shtronin siç duhet në ritmin e tyre të punës. Pra në këtë kontekst nuk është se unë e përjashtoj një moment, një faktor të tillë që sigurisht ka patur peshën e vet në rezultatin e ditës sot, kanë parasysh për rezultatin e pjesëmarrjes. Pra treguesin e pjesëmarrjes që është më i urti në historinë e zgjedhjeve vendore në Vlorë, por edhe në Shqipëri, po të marrim pra pesë bashkitë ku zhvilluan zgjedhjet e parakohshme të pjesëme vendore të ditës të sotme, pra të 9 nëntorit. Cili mendoni se do të jetë reagimi i Randës, duke qenë se objektivi, të themi, edhe i kandidatit fitues ose i kandidates fituese për drejtimin e Bashkisë së Vlorës, por gjithashtu i qeverisë Rama ka qenë në këto zgjedhje të paktën të pjeshme dhe jo vetëm, por këmbgulim tek dita e sotme ka qenë masivizimi i votës. Të dalin njerëzit të votojnë. Në fakt kjo është një thirrje që ka qenë prezente gjatë gjithë këtyre javëve, veçanërisht gjatë javës së fundit. Edhe ne në emisionin Fyusin e bëm një thirrje të tillë që qytetarët duhet të drejtohen në mënyrë masive këtyre kufive të votimit në datën 9 nëntor. Është një thirrje që vjen natyrshëm dhe qoftë majoranca, qoftë zoti Rama e ka bërë këtë gjë, e bëri edhe sot në mëngjes, postimin e mëngjesit që ai duke rikujtuar në orën 7:02, pra të mëngjesit vetëm 2 minuta pasi zyrtarisht filloi procesi i votimit në 5 bashkitë e vendit të cilat u përfshin në zgjedhjet e ditës së sotme, pra e ka bërë këtë gjë në mënyrë të vazhdueshme kreu i majorancës, por edhe majoranca në tërësi, por edhe strukturat në nivel vendor, po të shohim atë që ka ndodhur gjatë këtyre 2 jave, kur strukturat e subjekteve garuese qoftë atyre politike, por pak më vonë pra dhe kandidati i pavarur dhe i pamështetur nga asnjë parti, siç ishte zoti Gjergj Nika, pra i kanë mësuar këtij fakti, sepse duhet pranuar që një shkallë, një nivel pjesëmarrjeje e lartë ose relativisht e lartë, kuptohet që jep një tjetër dimension zgjedhjeve, i bën ato më të prekshme, i bën ato më të rëndësishme në aspektin e asaj që përfaqëson si momente kushtetuese, të cilat u japin qytetarëve atë shpresë, u japin qytetarëve atë besim për të bërë pjesë e procesit të ndryshimeve të zhvillimit në vijimësi. Por gjithsesi, koha e pamjaftueshme që unë e përmenda dhe më sipër, por edhe ajo që do të lidhet më mbrapa me vijimësinë, do të tregoj pra se si do të reagojnë qoftë partitë, pra majoranca opozita, po qoftë edhe qytetarët në atë që duhet që momentet të tilla të shtrojnë në momente të rëndësishme, ashtu sikur ndërparashikon
kushtetuta në funksion pra të zhvillimit të vendit. Ne kemi një moment, kemi një dimension, një ngjarje shumë të rëndësishme që ka të bëjë tashmë me integrimin evropian. Vetëm pak ditë më parë, për datën 5 nëntor, u dorëzua progres raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë, e cila i dorëzua pra kryeministit Rama në një konferencë përbashkët të përshtyp me ambasadorin e delegacionit evropian në Shqipëri, zotin Gonzalo. Ishte një progres raport, pra pesë zgjerimit së bashku me raportin vjetor 2025 për Shqipërinë, janë dy element të këtij progres raporti. Pra, përgjithsisht, raporti që kishte bënë me Shqipërinë ishte një raport i mirë, pra mori nota pozitive pavarësisht atyre momenteve që tashmë janë diskutuar dhe nuk janë pjesë, se mund të bëjmë pjesë të këtij bashkëbisedimi së bashku. Pra, është një moment që për Shqipërinë është një zhvillim krucial, pra shumë i rëndësishëm në ardhmërinë e saj, në ardhmërinë e vendit tonë, në ardhmërinë tonë, në të ardhmen tonë drejt familjes evropiane. Dhe në funksion të kësaj strategjie, të këtij prioriteti që është tashmë si prioritet kombëtar, duhet të orientohemi dhe duhet të jemi të ndërgjegjshëm në atë që duhet të realizojmë, pra për të realizuar detyrat tona siç duhet, që dhe ritmet e këtij procesi të jenë ato që duhet të jenë, sepse nuk duhet të harrojmë pra që në 27-ën, sikundër është thënë tashmë rëndomës për e qartë mbyllet pjesa teknike e negociatave, dhe këtu në këtë moment pra unë rikujtoj që nga 6 grup kapitu janë hapur 5 deri tani dhe 6 i pritet të realizohet, pra të hapet brenda dhjetorit. Pra, në këtë kontekst, duke patur këtë sfond të rëndësishëm të rrugtimit të Shqipërisë, them që zgjedhjet e ditës së sotme, pra zgjedhjet e pjesme të 9 nëntorit, të pjesme të parakohshme, pra vendore të 9 nëntorit, duhet të ishin dhe duhet të jenë realisht një stacion frymarrje, por për një ritëm të ri në rrugtimin ton, sepse 2027 them që është momenti që ne duhet na bëjë të gjithë të jemi të ndërgjegjshëm, sepse tashmë duket e parafrohemi tek ideja, tek shpresa, tek konkretizimi i asaj ëndre që ne prej dekadash e kemi patur ne si popull për të bërë pjesë e Evropës në mënyrë efektive. Them që në këtë kontekst, pavarësisht asaj, pavarësisht këtij momenti që lidhet me shkallën e ulët të pjesëmarrjes, jemi të ndërgjegjshëm, pra se jemi duke realizuar. Në fundit, nëse i referojmë asaj shprehje që unë flas me shqetësim, dhe ky është një mesazh. Pra, dhe ky është një mesazh për treguar se ne si popull jemi të ndërgjegjshëm, jemi pjesë e një dimensioni që ne dim ta menaxhojmë dhe dim ta përcjellim në mënyrën tonë. Qoftë përmes votës, qoftë në mënyrë se si reagojmë për të bërë të kuptuar pra që rruga duhet të jetë kjo. Pra çdo gjë tregon, pra çdo gjë është një mënyrë për të bërë pjesë e një rrugtimi të përbashkët në gjetjen e mekanizmave të duhur. Sigurisht që në këtë proces është majoranca ajo që ka peshën më të madhe, por pa opozitë nuk ka se si të kuptohet. Me që përmendëm opozitën, unë do të kujtoj këtu se edhe vetë fakti që përzgjedhja e kandidaturës nga ana e opozitës kaloi përmes një linje të ashpër debati, mjaft të pranishëm, pra sepse në mënyrën se si u zgjodh ky precedent, pra kjo mënyrë për të përfaqësuar në zgjedhjen e nëntorit, pati ajo sigurisht atë peshën e vet, ajsa në një nga emisionet që Fusion javëve të fundit, pra kur erdhi fjala për diskutuar për mekanizmat, për mënyrën, për atë çka metodologjia që gjeti dhe përcaktoi opozita për të përfaqësuar në këtë zgjedhje, pra mjafton ajo për të kuptuar pra që edhe opozita ka peshën e vet të fajt në të mes në gjetjen e rrugëve të duhura, në mënyrë se si është prezantuar pra tek masa e antarëve të vet, e militantëve të vet, të gjitha strukturat e veta,
për të qenë ballhapur, për të qenë pra besim plot në një proces zgjedhor i cili pavarësisht se i pjesë, pavarësisht se është i përkohës, pavarësisht se bëhet fjalë për një mandat që nuk zgjat më shumë se 2 vjet, madje më pak se 2 vjet, ka peshën e vet sepse është një indikacion i cili mund të përcaktoj pra vijshmërinë e zhvillimit të ngjarjeve. Dhe këtu e shikoj edhe atë anën më të rëndësishme të dimensionit politik të zgjedhjeve të thotme, pra e ripërsëris në ligjërat të drejtë, pra zgjedhje të pjeshme, të parakohshme vendore. Të falenderoj dhe mirënjohje që ndatë dhe shkëmbyem mendimet së bashku. Edhe unë falenderoj për të lidhje, për këtë bashkëbisedim të shkurtër dhe njerë ju komplimentoj pra dhe ju uroj sukses në mënyrën se si e menaxhuat pra ditën e sotme të zgjedhjeve, duke të votimit, duke përcjell pra tek qytetarët informacionin e dur, duke kryer, duke luajtur atë rolin që duhet të luani në këtë mes si një institucion mediatik i cili ka peshën e vet mjaft të rëndësishme në zhvillimet jo vetëm lokale. Ju përshëndes. Faleminderit, edhe unë ju përshëndes. Ishim dhe ndam së bashku eksperiencën dhe qëndrimet me Ariella Koçin. I rikthemi procesit zgjedhjeve të pjeshme të nëntorit, të kësaj të diele. Ishte një proces në vija të përgjithshme, transparent, korrekt, dhe mbi të gjitha u ndoq një linjë dhe një teknik elektronike siç është pikërisht lista e zgjedhësve nëpërmjet makinerisë PEI. Të themi se në 231 qendra votimi, prej të cilave vetëm 171, në mos gabofsha, në vlera dhe në shifra, ishin pjesëmarrës edhe të raportuar deri më tani. Procesi ka qenë faktikisht me incidente të vogla, gati të pakonsiderueshme, por ajo që lë për të dëshiruar është se indiferenca e komunitetit vlonjat nuk mori pjesë, ose pse nuk mori pjesë në vendimarrjen lokale të Bashkisë dhe Qarkut të Vlorës. Padyshim që pati tranzicion në këtë periudhë, pati tranzicion qoftë edhe në prekjen e autonomisë Bashkisë së Vlorës, konsiderohet si autonomia dhe pavarësia e saj për të vendosur ose për të shfuqizuar, të themi, rendin administrativ dhe kronologjik të drejtorive apo administratës që menaxhon. Por gjithashtu, edhe dorëheqja e ish kryetarit të Bashkisë bëri vend që të jemi në këto zgjedhje të pjeshme sot më në nëntor. Është një proces që u hap në orët e para të mëngjesit, ashtu si për herë është pjesë e procesit elektoral, pra ora 7 qendrat e votimit i ka gjetur të hapura dhe të gati për të mirëpritur votuesit në 5 bashki të Shqipërisë. Por do ndalemi dhe fokusohemi te Vlora. Procesi është mbyllur më herët, në rreth orës 18, ndryshe nga proceset e tjera elektorale që kanë qenë orari zyrtar 7 me 19, sot procesi u mbyll në orën 18. A ka qenë koha e mjaftueshme që vlonjatët, njësitë administrative të Qarkut të Vlorës, të kenë pasur ndërgjegjësimin, kulturën, vullnetin, qytetarin, që qoftë kujdo prej 3 kandidaturave që janë në garë për të drejtuar Bashkinë e Vlorës, të shkonin dhe ta jepnin të votën e drejt kushtetuese dhe legjitime për të dhënë një mendim të tyre në vendimarrjen politike. Shikojmë që vetë rezultati dhe vetë statistika tregojnë që vlonjatët kanë zgjedhur mënyrën, do na vinte keq të thonim dhe të shpreheshim bojkot, por gjithsesi i dëshifruar në gjuhën popullore ose në mendësinë vlonjate ka qenë një tillë. Ne do të rishjemi vetëm pas pak me të tjera zhvillime, duke qenë se procesi i votimit është mbyllur, të tëra kutitë e votimit tashmë janë transferuar për të qenë pjesë e procesit të numërimit që do të fillojë në mesnat, në orët e para të mëngjesit për të vazhduar më pas e për të pasur të tjera të dhëna së bashku. Një kohë e mjaftueshme, ndoshta për të shkuar mesazh ose për të përkthyer ky mesazh në forcat politike, qoftë mazhorancë, qoftë opozitare. Kush gaboj më shumë, kush gaboj më pak, pas pak.